Lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçi ka reaguar kryeministrit Hristijan Mickoski për deklaratën e fundit në lidhje me procesin eurointegrues, ku mes tjera përsëriti qëndrimin se nuk do të zbatojnë ndryshimet kushtetuese. Ai akuzoi kryeministrin se po shtyn vendin drejt izolimit dhe se ardhmëria e shtetit dhe qytetarëve nuk guxojnë të jenë peng i politikave që sjellin stagnim, varfëri, largimin e të rinjve, krim dhe korrupsion. Sipas tij, me politika të këtilla kërcënohen interesat kyçe nacionale. Предадени се нашите национални интереси. Mickoski i tradhoi interesat nacionale maqedonase, përcaktimin strategjik të vendit që të jetë pjesë e barabartë e popujve të bashkuara të Evropës. Për popullin maqedonas, antarësimin në BE nënkupton integrim si maqedonasë që flasin gjuhën maqedonase, të barabartë në familjen e madhe evropiane. Për të gjithë qytetarët tanë, antarësimi në BE sjell para, fonde të çastshme deri në 40 miliard euro, paga më të mëdha, pensione më të mëdha, arsim më të mirë, infrastrukturë më të mirë, drejtësi dhe shëndetësi më të mirë. Ai më tej tha se mos integrimi në BE do thot dekada varfërie të garantuara, breza të humbur për shkak të rritjes së emigrimit të rinjve, dekada krimi dhe korrupsioni pas një kontroll, ndërsa akuzoi drejt për drejt Mickoskin për zhytje në krim dhe korrupsion. Християн Мицкоски со часовник. Hristijan Mickoski me orë prej 60.000 euro me rritje biznesi në një grupacion të nderëshë dëshiron dekada izolimi. Biznesmeni Mickoski mund të pres, por populli i përvuajtur dhe punëtorët të cilët mezi kalojnë muajin me paga të ulta dhe çmime të larta nuk mundën dhe nuk guxojnë dhe nuk do të presin. Shumë qytetarë tanë për shpëtim do të detyrohen të nxjerrin pasaporta bullgare, siç tashmë edhe e bëjnë. Do të mbesin edhe pa shtete edhe pa popull. Kryeministri Hristijan Mickoski, duke folur të dielën para gazetarëve pas një aktiviteti në Ohër, theksoi se qeveria nuk do të pranojë amendamente për futjen e bullgarëve në kushtetut pa parashikueshmëri dhe epilog të qartë të atij procesi. Ai madje tha se janë të gatshëm të presin me dekada, por nuk do të pranojë procese që ndikojnë në identitetin maqedonas dhe nuk ofrojnë parashikueshmëri për shtetin.